Shiko, dyshimi mes trishtimit, mes zis, Trishtimi është më i bukur, se unë e qy gjithmonë trishtimin poetik. Ti e përjeton kështu trishtimin? Trishtimin e qy poetik, është trishtimi i bukur. Van Gogh thot trishtimi është diçka që zgjat gjithmonë. Sepse ti ke lindur bashkë me vdekjen, e kemi brenda, po kemi lindur, një ditë do ikim. Dhe gjatë gjithë ikjes tonë, ne humbasim njerëz, ose humbasim dhe ëndra. Do me thënë, sa më shumë rritemi, humbasim dhe ëndra, humbasim dhe njerëz. Sa do të suksesshëm t'jemi. Pse dhe njerëzit më të suksesshëm botës i kthejnë gjërave më të vockla, elementeve më të vogla. Një takim i dashuror. Dhe thot, bëra gjithë të madhe, po ajo që më ngeli ishte një takim, ajo që tregova unë, me ato pucët me balë. Shiko, unë mendoj që është mentalitet. Ti di ta përpunosh në mënyrën tënde gjën dhe unë për këtë jam e bindur, sepse s'është herë e parë që bisedojmë bashkë, ti të mbush me optimizëm, ti dhe gjën më të rëndë e sjell të thash shumë natyrshëm. Por kujtimet e Latifit janë aty. Ti e gatshme të dashurosh prapë të kesh një